Kjo prekja këtu ishte ngacmim seksual. Po, dhe pastaj mos u qaj për puthjen. Po pse s'isha unë aty? Ku ishte? Se di pse. Po unë pse s'isha? Kjo prekja kështu të krau është ngacmim seksual. Në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk e di pse, po s'ishe. Kurse... Tani, unë besoj fort që femrat e shtëpisë gjestin kështu mund ta prekin për ta kuvuar. Kur preket një fëmijë i vogël që qanë, ke hajde të kuboj. Kurse puthja e Laertit ishte një dhunë. Ishte një dhunë, edhe të gjithë duan të më shpëtoj nga dhuna e Laertit. Por ti nuk do në fundite, sepse me atë dhunë jem mësuar. Dhe sot janë zgjuar gjithë... është buka e përditshme. Sot janë zgjuar gjithë, duke më thënë si ti e mbron atë që të dhunoj ty. Po ku më dhunoj më? Të mbyti fare. Ndërkohë me shpullën, surratit dhe vezën qeshën. Jo, normal. Janë po të njëjtët njerëz, nuk kanë ndryshuar.